përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Gjakove. Siç po shihni edhe prapa meje, ne sot po vizitojmë shkollën fillore të mesme të Ulët Angel Gjoni në fshatin Novosel e Ulët. Ju e jani tash me ne sepse do të realizojmë intervista nga më të ndryshmet, duke filluar me stafin udhëheqës të shkollës, për të vazhduar pastaj me mosimdhënësit si dhe me vetë shkollqimin e shkollës, të cilët janë nxënësit që mbartin një potencial jashtëzakonisht të madh. Tash nga ju mbetet vetëm që të na ndiqni dhe të shikojmë së bashku se si zhvillohet procesi edukativ arsimor në këtë shkollë. Shkolla fillore e mesme Ulët Angel Gjoni në Novosel të Ulët, veprimtarinë e saj edukativo-arsimore e zhvillon si shkollë 9-vjeçare. Shkollës i është dhënë themeli në vitin 1927, ndërsa procesi edukativo-arsimor ka filluar në vitin shkollor 1928-29, me 4 paralele në gjuhën jo amtare. Ndërkaq në vitin 1941-42, kjo shkollë për herë të parë u shndrua në shkollë shqipe dhe mësimi zhvillohej në gjuhën amtare shqipe. Intervistën e parë në këtë institucion edukativo-arsimor, më përkatësisht në shkollën fillore të mesme të Ulët Angel Gjoni në fshatin Novosel e Ulët, do ta zhvillojmë me drejtorin e shkollës Matej Bushaj. Përshëndetje drejtor. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit nga ana juaj për pritjen. Atëherë drejtor, në rolin tuaj si udhëheqës i shkollës që jeni tash, për çfarë konsideroni si prioritet? Unë para pak dhe ka bërë detyrën e drejtorit, por janë ngjarje me prioritetet e shkollës, tu bazohet planin zhvillimor që e kemi bërë shkollës, si prioritet e kemi ndrimin e çatisë, rregullimin e oborrit me kocka në parki dhe një pjesë të rrugës, sa i përket pjesës infrastrukturore. Drejtor, a i mbështet shkolla të gjitha kërkesat e nxënësve dhe mësimdhënësve për të ligjëruar edhe për të mësuar këtu në shkollë? Me thonë drejt shumicën e kërkesave po jo krejt, se të me thonë kushtet dhe rrethonat na diktojnë që s'mujmë mi realizu krejt kërkesat. As mësimdhënësve, as nxënësve, por shumicën për tyre po. U zhvillunim mësim normalisht me standardet që i kemi në vendin tonë. Drejtor, si e mbështesni zhvillimin profesional të mësimdhënësve? Në kohë vazhdueshme, përveç vetë jam qenë pjesë e trajnerëve dhe jam një trajner, që bëhet të trajnime në baza në shkollë, por në vazhdimësi i shtym mësimdhënës dhe i ndjekin trajnimet dhe janë përgatitur shumica për tyre. Sa e konsideroni të rëndësishëm integrimin e teknologjisë në mësimdhënie dhe mësimdhënie? Te kjo pjesë tash jam asaj fushë, është shumë e rëndësishme, po janë edhe disa ligje që duhet të rregullose. Telefoni si pjesë është ndaluar me ligj, mirë po duhet me integru, mi vetësu nxënësit me përdorë mënyrë të drejtë. Se realisht ne keq përdorim ato se kemi krijuar një varësi dhe i përdorim për gjëra jo të nevojshme. Kështu që mi eduku që ti përdorim për të mirën dhe për mësimin. Të drejtor për fund, çfarë ofron shkolla sa i përket anës së infrastrukturës për nxënësit dhe mësimdhënësit? Të gjitha kushtet janë të plotësuar në infrastrukturore, por mungesa kryesore janë kabineti i teknologjisë dhe kabinetet tjera, për ndryshe groja është në nivel, gjitha elementet tjera janë në rregull, nuk di çka më shtu më tepër. Faleminderit shumë drejtor për intervistën, ju urojmë shumë suksese. S'ka pse, faleminderit për jush, jeni mirëseardhë sa e vini. Faleminderit shumë. E shikues të dashur, ishte kjo intervista me drejtorin, por ishte intervista e parë në këtë institucion edukativ arsimor. Na presin shumë të tjera pastaj, e nga ju mbetet të qëndroni me ne. Intervistat i vazhdua me mësimdhënësit, të cilët japin impakt të madh në mënyrë që procesi edukativ arsimor të realizohet në mënyrën më të mirë. Në lidhje me mbarvajtjen e procesit edukativo-arsimor dhe me menaxhimin e një ore mësimore këtu në shkollën Angel Gjoni, do të flasim me mësuesen Nusha Berisha. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, faleminderit shumë edhe nga ana juaj. Atëherë mësues, cilat janë disa nga metodat e mësimdhënies që ju përdorni në një orë mësimore për të ngritur edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë? Metodat mësimore duhet të jenë të ndryshme për të arritur suksesin e dëshiruar.
Me nxënës punoj me metodologji të ndryshme, siç është mësimdhënia me nxënësin në qendër, mësimdhënia e integruar dhe mësimdhënia pra ku nxënësit gjithë janë të përfshirë. Këtu mësimdhënia mandej me për arritjen e kompetencave të tjera. Këtu arrihen me kombinimin, domethënë me shumë teknika dhe metoda që përdoren, të cilat duhet të përzgjidhen me kujdes, që secila orë e planifikuar të realizohet në mënyrën e dëshiruar. Kur jemi tek integrimi i teknologjisë në mësimdhënie, sa e preferoni ju këtë pjesë, duke parë që bota e digitalizimit po përparon çdo ditë më shumë, sa është e rëndësishme për ju që nxënësve t'ju shpjegoni mësimin edhe nëpërmjet teknologjisë? Po, teknologjia dihet në kohën e sotme është e domosdoshme për t'u integruar në mësim. Në qoftë se ajo kombinohet, domethënë dhe mbikëqyret dhe kombinohet me aktivitete tradicionale, të nxënësve me punë të ndryshme të tjera, është shumë domethënë e domosdoshme dhe e dëshiruar e nevojshme. Tema të ndryshme mund të kombinohen edhe me teknologji, e cila në qoftë se përdoret me masë dhe në mënyrën e duhur është shumë e nevojshme. E kur jemi tek bashkëpunimi me prindër, si qëndron bashkëpunimi me prindër në mënyrë që edhe prindërit edhe ju të jeni në bisedima në lidhje me mbarvajtjen e nxënësit gjatë procesit mësimor? Po, unë gjithmonë kam një bashkëpunim shumë të mirë me prindër, sepse e vlerësoj se trekëndshi mësimdhënës prind nxënës është i domosdoshëm nëse dëshirojmë të arrijmë një sukses me nxënësit. Mësimdhënësi njofton prindin për problemet, për arritjet e nxënësve, për ato çka kanë nevojë, prindi kujdeset, pastaj bisedon me fëmijën, i ndihmon në shtëpi, fëmia kujdeset të mësoj më shumë, njofton prindin ose mësimdhënësin për aty ku ka probleme dhe së bashku arrihet një sukses i dëshiruar. Dhe për fund mësuese, unë dua të ju pyes pak në lidhje me projektin që ju më keni thënë që e keni fituar, teksa ne po bisedonim prapa kamerave në lidhje me klasën e shekullit 21, apo nëse nuk gaboj. Po, ky është një projekt i cili është zhvilluar në kuadër të projektit klasa shekullit 21, klasa me orientim nga nxënësi, i mbajtur në vitin 2012-13, domethënë para, kjo është gjenerata 3 që po mësojmë në këtë klasë. Ky projekt ishte udhëhequr nga USAID dhe i mbështetur nga prindërit e klasës. Kemi rregulluar një ambient të përshtatshëm për nxënësit dhe me çfarë rast kemi marrë vendin e dytë në nivel Kosove për projektin klasa e shekullit 21. Domethënë ambienti më efektiv i mësimdhënies. Kështu ka qenë projekti. Edhe nxënësit ndihen rehat, kanë materiale të mjaftueshme, mund të kryejnë projekte, punë praktike, kanë kandin e leximit, libra, bibliotekën, që në kohën kur i kryejnë detyrat në kohën e lirë mund të lexojnë. Dhe kam vrejt që kanë ndihmuar shumë në mësimdhënie dhe nxënje. Shumë faleminderit për intervistën mësuese, ju urojmë pafundësisht suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Intervista nuk mungoj as nga një nxënës i klasës. Po i vazhdojmë intervistat këtu në shkollën Angel Gjoni, unë pranë meje kam Aulonin. Përshëndetje, Aulon. Përshëndetje. Aulon, në cilën klasë je ti? Unë jam në klasën e dytë. Cila është lënda jote e preferuar këtu në shkollë? Lënda ime e preferuar matematika, gjuhë shqipja. Shumë bukur, Aulon. Aulon, a ke ti diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë, një pasion, një hobi, diçka që kur ti mbaron mësimet, ke dëshirë që ta bësh atë aktivitet? Unë kam shef të luaj futboll, edhe me shokët e me shoqet këtë. Shumë bukur. Aulon, ty a të pëlqen të pikturosh? Po. Çfarë të pëlqen që të pikturosh pak më shumë? Më pëlqen me ngjyros, shokët e mi, shoqet, botën e këtë. Aulon, çfarë të pëlqen ty më bo kur të rritesh edhe pak? A ke menduar diçka? Po, unë du më bë fotoes edhe ku më bë me ngjyros. Shumë bukur, Aulon, unë ty të uroj shumë suksese në secilën profesion që ti do të zgjedhësh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vazhduam për në klasa tjera të këtij institucioni, ku nxënësit na treguan për lëndën e preferuar në shkollë,
si dhe për dëshirat e ëndrat e tyre. Po i vazhdojmë intervistat këtu në shkollën Angel Gjoni, unë pranë meje kam Kevinin dhe Leonën. Përshëndetje Leona. Përshëndetje, unë jam Leona Këqiraj. Përshëndetje për ty Kevin. Përshëndetje, unë jam Kevin Dodaj. Tash me Kevinin edhe me Leonën do ta zhvillojmë ne një intervistë ku do t'i pyesim pak për dëshirat e tyre, për pasionet, për ëndrat edhe për qëllimet që ata kanë në jetë. Po kthehem një herë nga Leona. Leona, cila është ndërtimi e preferuar në shkollë? Ime e preferuar është teknologjia. E pse të pëlqen pikërisht teknologjia? Sepse ka punë me makina dhe gjëra të cilat na nevojiten neve për çdo ditë. Shumë bukur Leona, po për ty Kevin, cila është ënda e preferuar? Ënda ime e preferuar është gjuha shqipe, se të ndihmon të dish më shumë për gjuhën tënde dhe të mësosh më shumë. Shumë bukur. E Leona, a e ke ndonjë ëndër që dëshiron që të realizosh? Po, që të bëhem police. Që të bësh police. Pse pikërisht police? Sepse nuk janë njerëzit, nuk po ngasin shpejt makinat dhe unë dua t'i ndaloj. Po, domethënë nuk po i respektojnë mirë rregullat e komunikacionit dhe ti dëshiron që të vësh rregullin dhe të bësh një police në mënyrë që komunikacioni të shkojë në mënyrën sa më të mirë, apo? Po. Po për ty Kevin, një ëndër që ti ke dëshirë që të realizosh në të ardhmen tënde. Unë dua të bëhem një futbollist, sepse më pëlqen shumë, edhe e kam si hobi dhe dua të arrij majat më të mira. Shumë bukur Kevin, ti vetë se na tregove hobin tënd, unë për hobi tani dua ta pyes edhe Leonën. Leona, ke ti ndonjë hobi ose diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë? Dhe unë po ashtu dua luaj futboll në kohën time të lirë sepse e pëlqej shumë si sport. Shumë bukur Leona dhe shumë bukur Kevin. Unë të dyve ju falenderoj shumë për intervistën dhe ju uroj shumë suksese kudo që do të shkoni sepse padyshim që do të shkëlqeni. Shumë faleminderit. Faleminderit. Për ndarjen nga mësuesja pas 5 vitesh mësim, një tjetër nxënës foli po ashtu edhe për emocionet e tij për këtë rast. Po i vazhdojmë intervistat, unë pranë meje kam Albasanin. Përshëndetje Albasan. Përshëndetje, unë jam Albasana Lili dhe unë jam në klasën e 5. Albasan, duke qenë se ti je në klasën e 5 dhe tash po e përfundon mësimin. Si janë këto emocionet që do të kalosh në klasën e 6? Nuk do t'jesh më mësuesen që ka qenë për 5 vite, do të ndryshojnë mësimet, si po ndihesh? Unë po ndihem mirë dhe po ndihem pak keq që jam duke u ndarë nga mësuesja ime që ka mësuar 5 vite me të. Dhe kur të dal në klasën e 6 dua të di se si janë mësimet dhe të mësoj shumë më mirë. Shumë bukur Albasan. E Albasan, kur jemi tek mësimet, kur jemi tek lëndët që mësoni në shkollë, cila është një lëndë që ty të pëlqen pak më shumë? Lënda jote e preferuar që ju e mësoni në shkollë? Lënda ime e preferuar që e mësoj në shkollë është matematika. Matematika. E Albasan, a e ke ti ndonjë hobi, ndonjë pasion, diçka që të pëlqen që ta bësh në kohën tënde të lirë? Hobi im është që ta bëj në kohën e lirë është futbolli. Shumë bukur Albasan. E Albasan, a ke menduar ti për profesionin tënd të së ardhmes, diçka që ti dëshiron ta bësh kur të rritesh edhe pak? Kur të rritem edhe pak, dua të bëhem ushtar sepse dua ta mbroj vendin tim. Shumë bukur Elbasan, unë ty të uroj shumë sukses dhe padyshim që ti do të shkëlqesh. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe. Për të parë nga afër se si zhvillohet procesi edukativ arsimor, vizituam një tjetër klasë të këtij institucioni, ku pam se si realizohet ora mësimore. Antërmandi kushpyrë, çfarë është Isa? Hajde Irina. Syesa është një numër që shpreh sa pjesë të barabarta është ndarje një e plot apo sa prej tyre kemi për të marrur. Kush mund ta thotë edhe një herë kush mundet? Hajde Zoila. Syesa është një numër që shpreh sa pjesë të barabarta është ndarje një e plotë dhe sa prej tyre kemi marrur. Çka na tregon emëruesi nxënës? Emëruesi na tregon se në sa pjesë të barabarta e kemi ndarë një tërësi. Vizioni i këtij institucioni mbetet sigurimi i një ambienti të ngrohtë edukativo-arsimor, duke ju garantuar nxënësve mësime sa më të mbara, sepse arsimimi është arma më e fortë që mund të përdorim për ta ndryshuar botën,
gjithmonë me dije dhe edukat. Dhe ja ku erdhi fundi i emisionit Shkollë Gjakove edhe për këtë të diel. Vizituam shkollën fillore të mesme të Ullët Angel Gjoni, këtu në fshatin Novosele Ullët. Pa më shumë nga procesi edukativ arsimor që zhvillohet në këtë institucion, nga mësimet të ndryshme, nga nxënësit të cilët mbartin një potencial jashtëzakonisht të madh, e padyshim që janë talente që e dinë që në të ardhmen e tyre do të shkëlqejnë. Ju faleminderit që ishit bashkë me ne deri në këto çaste, teksa vazhdoni të qëndroni me programin ton. Deri në takimin ton të radhës të dielën tjetër në ora 17:30, mirëmbëjtje.